konë shumë meraklis, si për me këndu, si për instrument, se kam dash, edhe kërë më ndryshojnë ngjyra zonit, mërë pak si i thash, se unë këndojshën tonalitete shumë të larta, edhe atëherë mora klarinetin, se nuk më duke vetja diçka që thësha pala ka me mujtë mandej. Mori këthyja po jo? Po, edhe klarinetin e kam dash shumë si instrument, do me thonë e kam trashëgu edhe pi babës, dhe atëherë fillova me instrument, me klarinet, me saksafon, e ndërkohë të na prapo inkuadrova dhe me këndim, sepse gjithkun ku misha pjesë, kishte nevojë edhe ti më ndihmoj këngëtarëve, se kam pas fatin me punu, thuj se me krejt estradën, edhe ju pëlqej ajo kur e mbajsha zonin e dyta, terca, tana dikun këndojshin maj një pjesë o një pjesë, edhe kështu që tana vazhdova, u riktheva edhe... Dhe kultivohet. Po, dhe normal, zoni do... Si çdo punë që do trajnim, edhe zoni do... Do më thonë ju në grupin Agim Band jeni krejt sefer, veç Adnani është... Po, vetëm Adnanin kemi po thuj se edhe ai më u bo si familjes tonë, se që Adnan Kamberi. Ta përshëndesim, ta duam propasin. Do ta kemi sigurisht të krejt. Po, patjetër, do të vinë kismet edhe gjithë bashkë, edhe do të bëjmë diçka live këtu, po këtë herë, do me thonë ishte rasti pak që erdha vetëm. Ku frekuentoni grupi juaj më shumë, edhe emri juaj më shumë? Në dasma, në mbrëmje, në koncerte? Pikrisht frekuentojna në darsma, do me thonë 90% raste edhe jemi të përkushtuar mas shumë të për darsma edhe jemi të profesionalizuar në atë aspekt, punën e darsmave, dhe jemi pikrisht në për gjithë Maqedoninë, në Kosovë, edhe shumë kemi dasma në Lugin, Preshev, Bujanosh, thuajse mas shumë të kemi anej, do me thonë gjatë sezon, edhe shumë kërkesa kemi. Si po bëhen dasma tani, mirë? Shumë mirë. Ka ndryshime për që ja ke nisë? Une anej shkoj, po thuajse 20 vjetë mira, edhe sa herë kam kalu mirë, pa dyshim, po ma herët ishin dasmat pak ma trauna anej, sepse ishin shumë ma meraklise nga gjithë trojet, edhe kur janë meraklis shumë edhe ato kërkojnë shumë. Edhe me të vërtet edhe sot e kësaj dite, andej dush më konë shumë i pregadit se e marrin vesh muzikën, nuk mund është me kalu hajt vetëm se... Pastaj për të valzuar janë... Edhe për të valzu janë, du me thonë... Janë roja jote, seferë, Karadak. Na ngreja janë krejtve, edhe kalojmë sinqerisht shumë mirë, tash shkojmë me knatësia ne, edhe pse kemi pak probleme me kufina, me dokumentacion, me kjo shemëll se djetë anej si është situata, Serbia na do shumë, na përgëdhejtë. Edhe këshyrin mu kapë, me të vërtet njerë në kanë pas dënu e vetëm prej një numër serik se kemi pas gabim një instrumenti, na pa të ndënu 300 e dishka euro, vetëm se edhe me të vërtet du të më konë shumë... Që mos e janë i kënej me këndu Shqip është lufta, sigurisht. Kur jemi të seferët, ju jeni familje gjërë, Idris Seferit? Po, ndjehemi krenar, kam shumë knatësi dhe e thamë gjithkohë... Po me modesti se tregoni fort, kështu se... Po nej se... Nuk doni me shfrytzu... Une kure kam pas... Për parsin nga kjo gjë. Tregoj drejt kure se baba e me agjallarët e me, kam pasat edhe grupi Seferët emnin. Dhe unë i kisha dëshirë ta trashigoj atë emën edhe në gjeneratën tonë. Qka, po kure bone grupin të ishin halo ata? Une grupin, ato ishin halo dhe nuk... Edhe mua e bona one, du me thënë, grupin Agim Band, ato kishin shprehën dëshirë vllaznit, Adnanit, thanë se ti ma gjatë konë s'ken, ma shumë njifësh edhe e lam si grupi Agim Band edhe... Tani jeta më shkoj të munu me bo Shqipnin, po shtirë koka. Kështu, tashi me gjithatë, edhe kjo kërkon një pregaditje, a boni ushtrime jashta, se tash ju edhe jeni formësuj, një kriju. Të nash një e mirë që jemi tanë vitin thujse në kontinuitet punës. Edhe nuk e lojmë shembol as një muj pa pas, se kemi edhe angazhime gjatë tanë vitit, nuk e kemi vetëm punën sezonale shembol kur janë dasmat korrigush dhe masanajmen na shqyqyrë Zotit kemi gjatë tanë vitit edhe punë, po edhe kur jemi matlirë na i qesme vetit punë, sepse bojmë dishka prodhojmë. A pregatitën i special? Pa tjetër. Në anën tjetër bëni edhe kangë, potpuri, edhe djalin Leartin a e ka dhe studion e vetë, edhe aty, du me thonë, shka kemi ideja, i bojmë, kohë pas kohë, edhe pse nuk e preferojmë shumë me pse kone fundit me të vërtet,
ma shumë po ka kuantitet se kualitet. Edhe janë bo shumë këngë që s'po mërim as natë që unë kam interes me ndëgju shka del diçka e re, po nuk po mërimi me ndëgju se shumë po dalin. Dalin shumë, gjatë. Edhe për shkak kësaj pune nuk e preferojmë shumë shpesh me bo këngë, mirë po ko pas kohë bojmë diçka të re, mundohemi të bojmë diçka të mirë, në atë stilin tonë, sepse i kemi shumë dashamirë, shumë që na ndëgjojnë, e presin me qef, mirë po të na preferohet ma shumë live. Na jemi të përkushtuar ma shumë për muzikë live. Familja Hajrullahu, gjithësisht Seferet, Po. e tash veçat noni aty, kush janë bashkëpunëtorët tjerë jashtë asaj, me tekste, me këngë, me Po kompozime? bashkëpunëtorë tjerë, përgjithësi, me shembull me studio kemi Apo jeni të bo me harë shtëpis, krejt, kështu? Ja, bashkëpunojmë edhe me shembull me tekst shkruas, kemi bashkëpunu shpesh me Avni Çailin, kemi bashkëpunim shumë të mirë. Kjo kënga e Gurbetit që e këndova është teksti i Avni Çailit, po. Për ta duar troki dy herë. Që të shëndesim nga zemra. Blehet me para, Po. Mrekullia Bashkëpunojmë me Sami Aliun, na kanë bërë tekst edhe shoku jon, kolegu Enes Seferi, cilën e përshëndes edhe atë shumë. Tash si s'po më kujton se kemi bashkëpunu me shumë të shkruas, me studio, ma tepër kemi bashkëpunu me studio MP Records, shok ton Plorati dhe Nusreti, me Gjenin, me Ardian Kastratin, gjatë kohë kam bashkëpunu shumë me Ardianin, kemi bërë shumë projekte, shumë sene. Me Mirtonin, me regjisorin ton, njoftoi Ardiani apo Po, e me gjete Mirtonin, vetë? me Ardianin ka njoftuar. Edhe prandaj e vazhdove pastaj me në Po, production. edhe jemi, do me thonë, edhe me Mirtonin miq të mirë, edhe shka kemi punu me Mirtonin, A me jeni të vërtet kënaqur? shumë jemi të Apo i kënaqur. thu vetë se është regjisor apo më të vërtet kështu? Jo, me të vërtet sinqerisht. Apo? Edhe të shëndes shumë. Faleminderit. E në production. E Agim, ishte mrekulli që kisha mësafir, do na këndosh edhe një këngë. Faleminderit shumë. E para ishte Merci. teksti Avni Çailit, muzike. Po. Muzike e ka bo vllau im Saner Ullah me disa muzicientë në Belgjik. Është bo kënga atje, e kanë orkestru krejt me instrumente live, me të vërtet e kanë punu shumë mirë. E jashtëzakonshme. Dhe unë vokalin e kam këndu në MP Record Studio të Plorati dhe Nusreti, dhe aty është bo masteringu i këngës, edhe ka dalë një këngë shumë e mirë. To këngët tona që kanë vërtet një taban të fuqishëm kështu, po një melodi kanë edhe shumë dhëmbje, dhe është shumë interesant, jemi nga të rallët që edhe brenda dhëmbjes, pastaj mund edhe të qajmë, edhe dorë të rokasim edhe të vallëzojmë. Po, në shumë me vene tje, ashtu është, po kemi pas fatin që, pse po thamë, edhe sot e kësaj dite, Gurbeti është hala aktual, hala ka dhe Dhe ishte dhimbje që na shkaktonin të tjerët, se gjithë bota lëviz, po i tjerë lëvizin, po ishte dhimbje që ne iknim prej armikut në Gurbet, për me mbajt familjen, për me ekzistu vetë. Apo thamë edhe për fat keq që edhe sot e kësaj dite ka shumë të ri që po shkojnë që është me të vërtet për të ardhur keq. Po, inshallah Zoti kredu ju jep shëndet edhe inshallah përparojnë kudo që janë shqiptarët në botë, kanë shëndet edhe vetëm shkojnë përpara. Agim Hajrullahu, Agim Ben. Faleminderit. E kemi me talon skenën, me na kënduj pak tjetër edhe një këngë. Edhe ne do të japim duart rokitjet e botës, ty të dëshirojmë gjithë mirat e botës. Shëndet të mirë, edhe punë pa fund. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që isha mysafir sot në këtë skenë madhështore. Jam për herë të parë këtu. Në Odeon, po. Erdha me shumë kënaqësi, edhe ju uroj shumë suksese, kam përcjell sa ka mujt kohë pas kohe, e bani një punë të mrekullueshme. Po do të na vini me Agim Band edhe me Adnanin, patjetër. Do të vina komplet edhe do të bëjmë live. Që të mos i mbesim borxhet dhe Adnanit, ëh? Patjetër. Eta duar trokasim. Faleminderit shumë. Kurse me këto duar trokitje ty ta lëm skenën. Agim Hajrullahu, Agim Band. Shkon e vinë dynjoja, ona të fusht me i dani. Shkon e vinë dynjoja, që të kryt prej qami, di gjetë fukaraja. Që të kryt
vogël, lere mos e nga. Ikmër budala, ikmër qerata, kocë është e vogël, lere mos e nga.